Nuk je rastësisht në këtë moment, në këtë tekst, në këtë energji. Jo për të frikësuar, por për të zgjuar. Sepse disa sinjale, kur i injorojmë, kthehen në pengesa, por kur i dëgjojmë, kthehen në bekime. Dashi. Ti ke shpirt luftari, por në këtë periudhë ndarja midis impulsit dhe intuitës po të duket e mjegull. Paralajmërimi yt është i qartë, diku po e konsumon energjinë tënde të brendshme për diçka që nuk të përket më. Ndoshta është një marrëdhënie që po të lodh, një detyrim që s'të ngjit më, apo një vendim që po e shtyn koll. Universi të thotë, nëse të vemb, nuk do të thotë se duhet të durosh. Do të thotë se duhet ta ndryshosh. Mos injoro ndjesinë që të thotë, mjaft. Demi. Ti je i tokëzuar, i qëndrueshëm, i qartë, por kohët e fundit po sheh shenja lodhje emocionale. Paralajmërimi yt nuk ka të bëjë me humbjen, por me mbingarkesën. Ka njerëz që po të kërkojnë shumë dhe ti po jet pa mas, sepse kështu është natyra jote. Por universi të thotë, nëse nuk e mbron veten, askush nuk do ta bëjë. Ti ke nevojë të rivendosësh kufi. Mos e injoro tensionin që ndjen në trup kur diçka nuk shkon. Është sinjali yt hyjnor. Binjakët. Mendja jote është si antenë kozmike, kap gjithçka. Por së fundmi ke marrë shumë sinjale një herësh dhe je bërë konfuz. Paralajmërimi yt, diçka që po e merr si shaka ose si ndjesi kalimtare, është në fakt mesazh i rëndësishëm. Mund të jetë një ide biznesi, një person që të vjen shpesh ndërmend apo një mundësi që po të troket. Universi të thotë, mos e lër pa provuar. Ke aftësi që as vetë nuk i vlerëson mjaftueshëm. Nuk je duke imagjinuar, je duke intuituar. Daforia. Ki ngjen më shumë se ç'dëshiron të pranosh. Dhe paralajmërimi yt lidhet pikërisht me emocionet që po i fsheh vetes. Ndoshta ke hequr dorë nga dikush, por zemra të dhemb ende. Ndoshta je duke duruar një situatë vetëm për të ruajtur paqen. Universi të thotë, mos i shtyp ndjenjat. Përballu me to dhe do të lirohesh. Ka një të vërtetë që po kërkon të dalë në sipërfaqe. Mos e mbyll derën e shpirtit. Luani. Ti ke zjarr, karizëm, prani, por kohët e fundit po e thshet dritën tënde. Paralajmërimi yt është i fuqishëm, po e zvogëlon veten për t'i bërë të tjerët rehab. Dhe kjo s'ka lidhje me krenarin, ka lidhje me identitetin. Universi të thotë, nëse nuk shndrit, bota nuk merr asgjë nga ti. Dikush rreth teje po të nënvlerëson ose po ta shtyn zërin në hije. Mos e lejo. Yjet të duan të dukshëm. Virgjëresha. Ti sheh çdo detaj, çdo gabim, çdo nuancë. Por tani po bie në një kurth të brendshëm, perfeksionizmi po të mban pezull. Ka një vendim që po e shtyn prej kohësh dhe paralajmërimi është, po pret momentin perfekt që nuk do të vijë kurrë. Universi të thotë, hidhe hapin. Mëso rrugës. Nuk je duke rrezikuar, je duke u rritur. Peshorja. Ti kërkon harmoni, por kohët e fundit po e paguan shtrenjtë. Paralajmërimi yt po sakrifikon shumë dhe po merr pak. Ka një marrëdhënie, misi ose obligim ku po jep më shumë se ç'duhet. Universi të thotë, e mira jote nuk duhet të jetë barë. Në momentin që vendos një kufi, do të çirohesh nga një peshë që as vetë nuk e kishe kuptuar. Akrepi. Intuita jote është e frikshme dhe këtë periudhë po të fliste më qartë se kurrë. Paralajmërimi yt ka diçka prapa perdes. Vëzhgo. Nuk është domosdoshmërisht tradhti apo mashtrim, por ka një pjesë të historisë që nuk po ta thon. Universi të thotë, pije gjathari së vërtetës. Ndiq nuhatjen. Zbulimi që vjen do të jap qartësi të madhe. Shigjetari. Natyra jote është e lirë, vizionare, e etur për aventura. Por paralajmërimi yt ka të bëjë me idealizimin. Po sheh një situatë ose person përmes syzeve roz dhe realiteti është pak më ndryshe. Universi të thotë, ëndërro, por mos i mbyll syt. Kur ta shohësh të vërtetën pa iluzion, rruga jote do të hapet më e gjerë se kurrë. Britsjapi. Ti i bën të gjitha vetë dhe e mban veten gjithmonë të fortë. Por paralajmërimi yt është fizik, trupi yt po të ndalon para se të rrëzohesh. Stresi, lodhja, përgjegjësitë kanë arritur pitën e mbingarkesës. Universi të thotë, pushimi është produktivitet. Mos e shpërfill sinjalin. Nëse rri më këmbesh tani, do të ngrihesh më i fortë. Ujori.
Mendja jote është përpara kohës, por njerëzit përreth jo gjithmonë. Paralajmërimi i yt, jo çdo ide duhet ndarë me të gjithë. Dikush mund të mos të kuptojë dhe ta interpretojë gabim. Universi të thotë, ruaje vizionin. Shpërndaje vetëm me ata që të rezonojnë. Në heshtje do krijosh diçka të madhe. Peshqit lëvizin mes realitetit dhe ëndrave dhe këtë kohë ëndrat po flasin shumë. Paralajmërimi yt, dallimi mes intuitës dhe fantazisë po bëhet i hollë. Dikush ose diçka që po idealizon mund të mos jetë ashtu si e mendon. Universi të thotë, qëndro pak më toksor. Zgjidh me sy hapur. Kur ndërthur logjikën me ndjesinë, nuk gabon kurrë. Përshëndetje, nëse kjo është hera e parë që ndodheni në kanalin ton, ju lutem subscribe, mos harroni të klikoni zilen që të informoheni të parët për videon e fundit. Faleminderit!